Vitet 1941-1943 përfaqësojnë një periudhë vendimtare, ku lufta mori karakter gjithnjë më të organizuar, por edhe më të fragmentuar, pasi përplasjet ideologjike mes forcave nacionaliste dhe atyre komuniste nisën të thellohen. Pikërisht në këtë kontekst, viti 1943 ishte një vit kyç dhe dramatik për Shqipërinë, sepse solli ndryshime rrënjësore në zhvillimin e luftës, si brenda vendit, ashtu edhe në skenën ndërkombëtare. Në shtator të atij viti, Italia fashiste kapitulloi pas dorëzimit të Mussolinit dhe pushtimit Italisë nga aleatët. Si pasojë, trupat italiane u tërhoqën nga Shqipëria dhe një vakum pushteti u krijua për pak kohë. Në këtë moment, gjermanët ndërhyn menjëherë dhe morën kontrollin e territorit shqiptar. Me ardhin e tyre, Shqipëria kaloi nga një pushtim në tjetrin, kësaj ere në nazistët. Kjo situatë solli ndryshime të mëdha në skenën politike dhe ushtarake. Partizanët dhe forcat e ballit kombëtar, që deri atëherë kishin vepruar në mënyrë të pavarur, madje edhe me përplasje sporadike, u përballën me nevojën për bashkëpunim kundër armikut të përbashkët, nazistëve. Kjo përpjekje u konkretizua me marrëveshjen e Mukjes në gusht të vitit 1943, ku përfaqësues të lëvizjes nacional-çlimtare dhe ballit kombëtar ranë dakord për një bashkëpunim në luftën kundër pushtuesve dhe për krijimin e një Shqipërie të lire etnike pas çlirimit. Por marrëveshja zgjati pak. Në presionin e emisarëve jugosllav dhe udhëheqjes komuniste, ajo u denoncua si tradhti ndaj luftës dhe u pasua nga përplasjet armatosura mes partizanëve dhe ballistëve. Kështu, në fund të vitit 1943, lufta në Shqipëri mori për masa të tjera. Forcat shqiptare u përplasën mes tyre më ashpër se me vetë pushtuesin gjerman. Pra, 1943 i shënoi kapitullimin e Italisë, ardhjen e Gjermanisë, marrëveshjen e Mukjes dhe shpejt pas saj prishjen e bashkëpunimit mes forcave kryesore shqiptare. Një kthes dramatike që do të përcaktonte fatin politik të Shqipërisë pas luftës. Pas prishjes së marrëveshjes së Mukjes, lufta kundër pushtuesve u përfshi gjithnjë më shumë nga një përçarje e brendshme politike dhe ideologjike. Partia Komuniste e Shqipërisë, e mbështetur nga emisarët jugoslav dhe më vonë nga aleatët antifashist, filloi eliminimin sistematik të rivalëve të saj, ballit kombëtar dhe legalitetit. Në shumë zona të vendit, këto përplasje u zhndrua në beteja të përgjakshme, jo vetëm kundër trupave gjermane, por edhe mes vetë shqiptarëve. Në maj të vitit 1944 u zhvillua Kongresi i Përmetit, ku lëvizja nacional çlirimtare shpalli veten si e vetmja forcë legjitime politike në vend. Kongresi mori vendime kyçe, formoi një qeveri të përkohshme, shpalli ndalimin e rikthimit të mbretit Zog dhe vendosi që pas luftës do të organizohej një plebishit popullor për formën e regjimit. Në fakt, këto vendime japën rrugën pushtetit absolut të Partisë Komuniste. Ndërkohë, forcat gjermane nisën të rreqe nga Ballkani dhe në nëntor 1944 ato u larguan përfundimisht nga Shqipëria. Partizanët hynë në Tiranë, ndërsa balli dhe legaliteti, të braktisur nga aleatët perëndimor dhe të përndjekur nga partizanët, u shpërbën ose u larguan jashtë vendit. Në vend të çlirimit pluralist që shumë kishin shpresuar, filloi ndërtimi një shteti komunist, një partijak. Zgjedhjet nuk u zhvilluan sipas standardeve demokratike. Opozita u shpërbë me dhunë dhe Enver Hoxha konsolidoi pushtetin si kryetari i partisë dhe i shtetit. Lufta kishte përfunduar, por në vend të lirisë filloi një regjim diktatorial që do të zgjaste për 45 vjet. Pas paraqitjes së panoramës së trazuar asaj kohe dhe me ngjarjet që shkojnë deri fundit të luftës, pyetjet fillojnë të shtrohen me zë gjithnjë më të lartë. Pse u prish marrëveshja e Mukjes? A ishte kjo thjesht një tradhti politike, një naivitet, apo pjesë e një plani më të madh për të eliminuar rivalët? A pati vërtet një luftë civile në Shqipëri, apo përplasje të brenda shqiptare u përdorën për të konsoliduar pushtetin e një force mbi të tjerët? A ishte lufta kundër pushtuesit nazist, një përpjekje reale dhe përbashkët,
apo një teatr ku interesat ideologjike dhe fraksionet e ndryshme dominuan mbi luftën e vërtet për çlirim, dhe më e rëndësishmja, a mbajti Shqipëria anën e duhur të historisë? Nëse do të kishte fituar balli kombëtar, a do të kishte ekzistuar Shqipëria që njohim sot, apo do të kishim përjetuar ndarje dhe shkatërim?